Tha Resulullah s.a.s. nëse ta marrë diçka në këtë dynja, thotë Allahu Teala, unë ta kompenzoj me më të mirë në dynja, dhe tregon Resulullah s.a.s. hadithin që thotë pejgamberi a.s. që Allahi ku ja merr syt. Allahi thotë në hadith kutsi, nëse e sprovoj robin tim në humbjen e dy dashurve të tij të syve, do t'ja kompenzoj inshallah me xhennet. Allahi si ti merr syt. Më preku një vlla një ditë në telefon, i verber, e thirën telefon, një verber për thirë për një verber dytë, që të dy namazdi. Allah ja u dha xhenetin, ja Rabbi. Edhe për më thot për një vlla tonin të verber, për thot që ka vjetë që është të mledh pare, për shka po mledh pare, për me shkun haq. Që disa vjetë, pa ju anku kërkuj, pa i kërku kërkuj, edhe pse Zoti i tij e kishte sprovu, ja kishte marrë dritën e synve, po ja kishte dhënë dritën e zemrës dhe mendjes. Ja ka dhënë imanin. Me vjet po të bën parë për mi mbledh parët për haç, dhe si vjet alhamdulillah i kish mbledh. Allah ja letësoft shkumin, ja Rabbi, edhe ja pranoft këtë haç. Apo më lajmërohet, po thot, e kemi një breng për këtë vllaun, për cilës nuk kemi për ta. Se i verber. Nëse din do një për vllaznive që shkon në haç, me na tregu që me pas si për cilës të ti. Pas disa dite po më thret kandidati për haç, Allah ja letësoft, ja Rabbi. Edhe për na jep myshën, po thot, hoxh, Allah i qyqyr, Allah i ma letësoj tubimin e parave, po ma letësoj edhe gjetjen e për cilësit. Një vlla yni një hoxh i Gjakovës, Allah i rujt, ka paranu që tjetë për cilës si ti. Allah ja rujtë dhe ati e vlate ata në për të këqijave. Po qka më thot, ky, thot, ndoshta s'ko me mund me e pa me dritën e syve të ballit. Po thot, inshallah e shumë me dritën e syve të zemrës. E fjalë o vlazën, prej të sprovumive, jenë shumë më të fortë dhe më të fuqishme. I sprovum. Me për përsëri falenderus ndaj Allahut Teala. Se Allah ja ka mundësu me të bu pasunin, me shkun haq, e po e falenderon Allahun që e ka bu musliman, e po rrim me shprej se Zoti ka me shpërbly, inshallah, në këtë dhe botën tjetër. Allah xhenetin ja u dhashti, ja Rabbi. I sa prej neve vllazën i kemi dritë e syve, kemi pasunin, e kemi shnetën dhe s'kemi nevojë, kërkon me pas afër vetit. Mirë pos na e ka dhënë Allahu atë dritë të zime që u ka dhënë disa për këtyne të sprovumve. Sa prej neve nuk kem falenderues në dhunti që Allah na i ka dhënë. Dhe këtë sy, vese me lyp me pa Kur'anin, fjallën Allahit, e me pa qabën Allahit, e përdorin për me pa haram, me shiqun haram, qëftë pamjet femnës, qëftë erotizam apo pornografi, a vëllai gjdo shiqim, gjdo prekje, gjdo fjallë, ka me dhonë logari robi për Allahut ditë kiametit. Nëse të shkon dhe të shiqon shpin e Allahut, Bejtullahin, qabe, e rinia jonë sot të shpezon shigjimi për shiqim të haramit. Dhe jemi të pangopur në shiqim të haramit. Por shembojt këtil të në vllaznive janë në mes tonë që na japin kurajo se elhamdulillah ka musliman të mirë në popull tonë. Dhe na i herë duaja këtyne njerëzve, ndoshta është që Zoti me erujt prej termetit, prej azabit apo dënimit më të madh vendin tonë. Pa ne kanë thonë disa prej dietarëve, nëse në një vend nuk ka njerëz që mbyllën një tikaf në 10 ditë të fundit Ramazanit, mos rrinin atë vend. Por nëse ka në atë vend njerëz që për hir të Allahut përkushtojnë 10 ditë të fundit në ibadet ndaj Allahut, ka mundësi që Allahu për hatër tyre nuk e bën azab një vend. Ne për shembull, nëse nuk ishte me qenë që ky ezan
që ky dhikr përmend me Allahit, mos me qenë prania ju në shtëpiat Allahut. Ka tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam se momenti kur në fytyrë tokës ka me met kush që përmend emrin Allah, Allah që atëherë bën ditën e kiametit. Dhe nuk e din katar gjëna qartë se njerëz që përkujtojnë Zotin, ata që ende ekziston kjo botë, po jo vetëm kjo botë, por kosmosin tërsi, 7 katë qiej, ekzistojnë hala për shkak këtyne njerëzve që përmendin emrin e Allahut Taala. Allah i na mundsoft inshallah me iman me vdek. Pastaj kur mos e harro përmendmen e Zotit tonë, mirësi dhe në sprovë. Dhe kujto se është dikush më i sprovuar se ti, me po ja që imtihanin, provimin po i jep më burrash se ti dhe unë. Dhe po na japin ders me shëmbëltyrën e tyne, me qëndrimin dinitoz, se nëse jem sprovu në gjymtyrët e përkohshme të dunjas, po Allah s'm ka sprovu në iman në zemër dhe në mendjen time. Dhe kjo është sprova më e madhe që Allah i mund me të sprovu në iman në besim. Andaj falendero Allahun që Allah i ta ka mundësu me e përmend, me e dit dhe me e falenderu madhnin e ti, ati kofshin fat për udhëzimin që na ka dhënë Rabbi.